do me thonë vendimi individual i deputetit për me bodi shka, mundet neve mos përna pëlqy politikisht dhe na e kritikojnë. A e ka votu qeverina, a ka votu një ligja, se ka votu një ligja, da kejtu kena kritik politike për cilën e deputetit. Po asë njën për këtyre nuk mund mu sankcionu në ligj. Asë ka përthuti, se nuk mund është të njerit për shambull, mi andalu me ndru me njerit. Po s'pa thëmë bre, une po thëmë që kjo... me kushtetut me të andalu me votu t'i shurzush, t'i ki drejt. Unë politikisht ka me të qërtu nëse e bote jam. Qajo është, politikisht e qërtan. E politikisht e qërtan si pas situatës. Politikisht e qërtan si pas situatës. Ose e lirëtën. Mirë, po me vendosë që si parimësie me thonë kësi rast e bën, kësi rast e zbën, unë menoj që është e kut, sepse se cila situatë e ka si me thonë të vërtetën e vetë. Në gjatë situatë i mund me thonë për shamu që tu Emani ka gabu, ose Emani ka pas mirë, Sadria ka pas mirë, Ylli ka gabu. Po, përse cilë situatë na e ndonë. Qofë individualisht, qofë si parti politike. Dakord jam. Mirë po. Do të me kuptu një gjë, që bashkëpunimi edhe konsenzusi. Unë menoj për një me, kur të lexon planin atisor, ky ka qenë njëri për qëllimeve, jo veç për kuvend, në krijimin e institucioneve. Sepse, qëre, institucionet demokratike në përvendet perëndimore dorën zemër janë këqa shumë rezultat i historisë. Edhe historia ka qenë përgjithsisht e përplasjeve shoqënore. Do me thonë, kanë ardhur deri te çike pikë për shkak përplasjeve dhe për prishmon nga to. Ti e kini problem dhe pastaj e modifikon institucionin sipas problemit që mos më të paraqit mo. Mirë po, unë po them që tash na nuk e kemi problemin te kushtetuta e as te institucioni, po te këmbëngulja dhe kryenësia e Albin Kurtit në këtë rast dhe vendosës. Sepse dorën zemër që çfarë situatë jemi, kjo nuk krahasohet as me vlan, as me pan. Sepse që tash jena në situatë ku dy parti politike që kanë deputet më shumë se sa mja bo shumicën Albin Kurtit, po i thojnë, së paku njëra, Partia Demokratike e Kosovës, hiqitet që i ke pas ministra, 40 deputet tjerë, unë t'i votoj për kuvend. Kur kush të ka ja konteston vetë vendosjes të drejtën për me e pas kryetarin e kuvendit. Kur kush të për thot që unë nuk e respektoj vendimin e kushtetusës. Nuk e du t'pja kontestu. Qofse se ka shumicën du t'pja kontestu. Në regu qa menon ti, u pa thonë ku o problemi. Se qa menon ti o tjetër gjë. Pro, na kemi një situatë në të cilën për shembull Albin Kurti për thot tas po ma dojnë Albulinën. Ndërkohë që po e mshreh faktin që Albin Kurti nuk ka i dënë 40 deputet vetë. Albin Kurti është kundër Glau Kanjucës, kundër Saranda Bugjercit, kundër Shqipës Njimit, kundër Artana Prashit, kundër Arman Rejgjaj, kundër Mimoza Kusarit, kundër 40 deputetve të vetë. Po thëtë që ta nuk për i du kryetar kuvendi. Që tu a probleme e ëllë? Së është e verës, Falë, dole unë e pi kontekst, veç pak. Ende vega se ka marrë fjallë. Ma shumë kom komentu për rreth tjerëve, po du me u lidh aty ku Visari, po thëtë që është e vërtet, krejt kjo sistem kushtetus dhe sistemi politik në Kosovë që funksionon është si pas sistemit ndërtum prej presidentit Marti Ahtisaari. Po, ato që ka dasht me bo Marti Ahtisaari e ka bo një sistem të konsensusit politik është e vërtet, po ma shumë në raport me minoritetin me cilin populli shumici i Kosovës ka qenë konflikt, në këtë rast me sërbët. Për me e bo një sistem që mi integru sërbët dhe me imponu një bashkëpunimi kryesisht me sërbët. Dhe tash jemi në pikën e blokadës dhe të ngërqit për cilën arsye, se na pe abstrahojmë arsyën kryesore. Arsyeja kryesore është që lista sërbe është e përjashtume prej mundësisë së bashkëpunimit nga të dyja kampet politike, pozit dhe opozit.